Gati në nuk kantina. I policisë. Qamë? Se ka do? Tu jemi në vreshtin Duka, është një vresht me 4 varietete, rushi, kemi Merlot, Cabernet Sauvignon Tempranillo dhe një varietet shumë të mirë shqiptar, sheshi bar. Presin rreth 7.000 turista në vit, që organizojnë pjesën e tureve. Kantina bën eksport në 5 vende të Bashkimit Evropian, tashmë jemi konsoliduar dhe me pjesën e prodhimit dhe me pjesën e kualitetit verës. Sa depozita kemi, sa tankra inox? Këtu kemi 18 cisterna inoxi dhe 2 vat druri, që quhen dhe cask në anglisht, që bëhet për procesin e prodhimit verës rezervë dhe verës bardhë të vjetruar. Aktualisht prodhojmë 120.000 shishe verë, 30% është verë e bardhë dhe 70% është verë kuqe për shkak të tregut. I merrni dhe rrush nga fermerët e tjerë, sepse nuk mendoj që ju del gjithë sipërfaqja. Po, 5.5 hektar nga vreshti jonë na del vetëm për 20% kapacitetit, ndërsa pjesa tjetër kemi kontratë me fermerët e zonës, qarku Tiranës dhe qarku Durrësit. Besoj që në pozicionet që i kanë këta, e kanë negocin shumë të mirë. E kanë provu, është jashtëzakonshëm. Është procesi i etiketimit dhe i vendosjes tapës. Po, këtu jemi në repartin e mbushjes me verës në shishe. Ne përdorim vetëm shishe qelqi, që do të thotë gjithë sasia që ne prodhojmë është ambalazhuar në shishe qelqi. Përdorim vetëm tapë natyrale, që do të thotë vera evulon brenda në shishe për një periudhë kohore të saktuar. Dhe pasi mbushet, kalon një periudhë 6 mujor vjetrim në shishe përpara se të dalë në treg. 3 varieteteve internacionale, Cabernet Sauvignon Merlot Tempranillo, i vjetruar për një periudhë 18 mujore në fuqilisi franceze të reja, dhe më pas 6 muaj në shishe. Ky është sheshi i zi rosé. Në versionin rosé, duke qenë që dhe tregu gjatë muajve të verës kërkon një verë të freskët, siç është sheshi i zi rosé. Fuqiat janë gjitha në origjinë franceze, pas ciklit të tretë, fuqia del jashtë përdorimit për verë dhe mund përdoret për rakit. Dhe këtë temperaturë e mban gjithkohën? Po, temperatura dimër verë është konstante këtu, rreth 16 gradë Celsius, dhe që është më rëndësishme pjesa e errësirës dhe lagështisë së ajrit, që janë gjithmonë në parametrat e duhur për vjetrimin e verës. Ka shkruar që në çdo kohë që të më kërkoni do të vjeni në versht. Që i pranojnë edhe e kemi zhvilluar vërsin më shumë, po vetëm për respekt datës vazhdojmë ta bëjmë.